Në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov u zhvillua me sukses konferenca e parë ndërkombëtare e fizioterapisë, një ngjarje e rëndësishme që mblodhi profesionistë të shëndetit, studiues, ligjërues dhe përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare nga fusha e fizioterapisë. Konferenca u organizua nga Shoqata Shqiptare e Fizioterapistëve, në bashkëpunim me Universitetin e Europës Juglindore, duke shënuar një moment të rëndësishëm për zhvillimin akademik dhe praktik të profesionit të fizioterapistit në rajon. Fjalime përshëndetës e mbajti presidenti i konferencës, Fadil Rustemi, i cili ju dëshiroi mirëseardhje të gjithë mysafirëve, duke i falenderuar të gjithë për përkrahjen që nga universiteti, institucionet publike dhe vetë studiuesit e fushës që kanë bërë që kjo konferencë të mbahet me sukses. Në fjalimin e tij përshëndetës, rektori i Universitetit të Europës Juglindore, Abdulmenav Bexheti, theksoi se zhvillimi dhe rritja jonë si universitet është graduale, e kujdesshme dhe se entuziazmi dhe profesionalizmi i stafit dëshmon për kushtimin ton dhe synimin për zgjerim të vazhdueshëm në këtë fushë. Vetë takimi kaq masiv i ju këtu sot me këtë temë kaq të rëndësishme, se në çdo sferë të jetës ne kemi kryefjalë inovacione. Por kjo mbetet shumë në retorikë dhe unë ju lutem që më mirë, më pak fjalë e mundësisht, realisht, më pak më shumë vepra, qofshin edhe më të vogla. Fjalime përshëndetës e mbajtën dhe Ministri i Politikës Sociale dhe Demografisë Fatmir Limani, kryetari i Komunës së Zhelinës Blerim Sejdiu. Fatkeqësisht, vendi ynë përmballet me mungesë të kuadrit profesional të fizioterapistëve, veçanërisht në qendrat që ofrojnë për kujdesje për personat me aftësi të kufizuar fizike. Pikrisht, aty ku nevoja është më e madhe dhe mbështetja duhet të jetë e përditshme dhe e personalizuar, mungesa e stafit të kualifikuar përban një boshllëk serioz në ofrimin e kujdesit dinjitos dhe gjithëpërfshirës. Një iniciativë që vë në qendër një nga fushat më fisnike të shëndetësisë dhe njëkohësisht ndër më jetësorët për mbështetjen e qytetarëve tanë. Fizioterapia për ne nuk është thjesht trajtim, ajo është shpresë, është përkushtim dhe është rikthimi i dinjitetit njerëzor. Dekania e Fakultetit të Shkencave Shëndetësore, Daniela Samoilovska, në fjalimin e saj, prezantoi të arriturat e Fakultetit të Shkencave Shëndetësore. Gjatë 2 sesioneve të konferencës, pjesëmarrësit ndoqën prezantime shkencore dhe praktike mbi tema aktuale si trajtimi jo kirurgjikal i skoliozës, rehabilitimi pas goditjes në tru, terapia vibroakustike, qasjet moderne ndaj dhimbjes së pjesës së poshtme të shpinës, ndikimi i COVID-19 në cilësinë e jetës dhe përdorimi i teknologjive të reja si stimulimi magnetik funksional dhe AI në fizioterapi. Fokusi i veçantë që kushtua terapisë avancuar, qasjeve të reja shkencore dhe integrimit të teknologjisë në kujdesin rehabilitues. Konferenca u përmbyll me falënderime dhe certifikata për kontributin e secilit pjesëmarrës dhe një mesazh të përbashkët për bashkëpunim të vazhdueshëm rajonal dhe ndërkombëtar për zhvillimin e fizioterapisë si profesion thelbësor në sistemin shëndetësor.